serb në këtë rast, dhe duke gjykuar këtë tribunal si të parin e llojit vet edhe në suaza ndërkombëtare, sigurisht që ne si shqiptar duhet ta dënojmë këtë lloj gjykimi që u bëhet krerëve të UÇK-s, shkaku se këtu nuk po njollosen vetëm figurat dhe kreu i UÇK-s, mirë po gjithë ajo luftë e drejtë për çlirimin e Kosovës. Këtu në sa i përket edhe Maqedonisë së Veriut, faktori shqiptar këtu, por edhe Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve në rajon, por edhe në botë kudo që janë, jemi të një mendimi, jemi në suport dhe në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s që mendojmë se po bëhet një gjyq i padrejtë ndaj tyre, mirë po problematika dhe si erdhi deri këtu kërkon një analizë tjetër sa i përket faktit që do të ishte më e mirë që Kuvendi i Kosovës ndoshta mos ta votonte fare konstituimin e një lloj të këtillë të tribunalit i cili ka element të legjislacionit të shtetit Kosovës, mirë po gjeografikisht po mbahet në Hagë dhe po gjykohen atje, një tribunal atipik i pari i llojit vet sa i përket edhe të drejtës ndërkombëtare që po bëhet, kështu që pritshmëritë tona nuk është se janë të mira sa i përket epilogut të këtij gjykimi, mirë po pasoja që do të sjellë në rajon, por edhe sidomos në Kosovë, do të jenë të mëdha dhe prandaj bëjmë apel si shqiptar që të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si vepron ky tribunal sa i përket asaj që po gjykon një luftë të drejtë të shqiptarëve për liri dhe ish-krerët e UÇK-s duhet të lirohen dhe të jenë pranë familjeve tyre. E qartë. Mirë, zoti Rezi, për ta mbyllur, ndërkaq bëjmë dy krahasime, pra dy realitete, por sigurisht pa humbur dhe kontekstin historik dhe atë moral. Regjimi i Milošević operonte me aparat shtetëror, ushtri, polici, zinxhir komandimi institucional dhe strategji të dokumentuara represive. Ndërsa UÇK-ja pra lindi si një realitet tjetër pa shtet, këtu pa institucione, por edhe si një reagim ndaj dhunës sistematike të ushtruar. Pra, si krahasoni këto dy realitetet të ndryshme? Ajo që thatë edhe ju është e pakrahasyeshme, mënyra e veprimit të njërës instancë dhe të tjetrit formacion, do kisha thënë, çlirimtar të UÇK-s. Mirë po, ajo që vlen të thuhet është që me sa e kam ndjek edhe unë procesin në Hag, thuajse askush nga dëshmitarët nuk ka lënë të kuptohet apo nuk ka dhënë informacione të besueshme se ndonjë thyerje e ligjeve të luftës e pretenduar se është bërë nga formacioni i UÇK-s ka ndodhur nga zinxhiri komandues i një organizate të atill jo shumë mirë të konsoliduar, do kisha thënë si formacion edhe ushtarak, mirë po nuk ka askund fakte se krerët e UÇK-s kanë pasur ashtu urdhra edhe për ndonjë pretendim për ndonjë thyerje të ligjeve të luftës apo thyerjeve të ligjeve ndërkombëtare sa përket procesit të luftës, kurse ka hëna e tjetër, përveç presionit dhe tentimit për pastrim etnik bërë nga Miloševići në Kosovë, të kemi parasysh kanë funksionuar edhe grupe para-ushtarake të cilat njihen për krimet makabre që i kanë bërë edhe në Bosnjë, por edhe në territorin e Kosovës dhe gjithë ky aparat luftarak dhe shtetëror mbi popullatën civile të pambrojtur i ushtruar dhe në fund të epilogu del që fare pak tribunali ndërkombëtar ka arrit që të dënoj këto kriminal të luftës, ndërkaq një formacion ushtarak i krijuar për mbrojtje të popullatës civile dhe për sigurimin e pavarësisë së shtetit të Kosovës të gjykohet në këtë mënyrë është e padrejtë, e pamoralshme dhe një lloj i ri i asaj që
ndoshta për herë të parë viktimat po dënohen më tepër se agresorët, duke pas parasysh që nuk ka asnjë lloj fakti dhe prova për akuzat të cilat ju ngriten i shkrerëve të UÇK-s. Në gjykimin tim dhe në gjykimin e shumë shqiptarëve, ky tribunal ka dështuar që të siguroj paanshmërinë sa i përket kësaj çështje, duke pas parasysh që po gjykohen krerët e një organizate luftarake e cila ka qenë në mbrojtje të popullsisë civile dhe ka ndaluar ndoshta që për masat e krimeve serbe në popullatën civile të jenë edhe më të mëdha, edhe pse janë makabre dhe të panjohura deri më tani edhe për librat e historisë, për nënqedhin e Ballkanit, por edhe për kudo në botë. Dhe në fakt këto pamje dhe ky lloj dhune të ushtruar nga ushtria serbe ndaj popullatës civile ishin edhe shkaku që u vendos që Shtetet e Bashkuara me ndihmën e aleatëve të tyre të NATO-s edhe të intervenojnë për ta ndalë gjakderdhjen dhe krimet e mëtutjeshme, duke mos i respektuar edhe atë parimin e konsensusit të brendshëm në NATO sa i përket intervenimit dhe ka qenë për librat e historisë do të shkruaj që ndoshta vendimi më i mirë në kohën më dur për të ndaluar trysnin, për ndaluar pastrimin etnik dhe krimet makabre që u bëheshin shqiptarëve të Kosovës, duke dëshiruar edhe një herë të them që epilogu i këtij gjykimi mos jetë ashtu siç po flitet në kuluarit të ndryshme dhe siç po bën kërkesën e saj prokuroria, duhet gjithë bashkë gjykojmë se ky gjyq është i padrejtë dhe më tepër shërben një konteksti të shfaqsimit të Serbisë dhe të etiketimit të luftës çlirimtare shqiptarëve si një luftë e cila i ka thyer rregullat e ligjit ndërkombëtar të luftës dhe ka pasur pretendime se po bën krime dhe jemi gjithë bindur që ky nuk ka qenë rasti, edhe provat janë shumë të mangëta për këto akuza dhe vetëm urojmë që të lirohen dhe të mbarojë ky tribunal.